Korrik 2026. Para se të hysh në këtë muaj, ka diçka që duhet ta dish patjetër. Jo çdo muaj fillon me të njëjtën peshë. Ka muaj që kalojnë pa lënë gjurmë dhe ka muaj që ndajnë jetën në atë që ishte dhe atë që do të vijë. Korriku 2026 nuk vjen për të vazhduar historitë e vjetra. Ai vjen për të nxjerrë në dritë të vërteta që nuk mund të fshihen më, për të mbyllur dyert që kanë qëndruar hapur më gjatë se ç'duhej dhe për të hapur rrugë që deri dje dukeshin të pamundura. Për disa shenja ky do të jetë muaji i shpërblimit. Për të tjera, muaji i vendimeve që nuk mund të shtyhen më. Do të ketë takime që ndryshojnë rrjedhën e ngjarjeve, mundësi që vijnë vetëm një herë, zgjedhje që përcaktojnë muajt e ardhshëm dhe çaste që do të mbeten gjatë në kujtesë. Mos e dëgjo këtë parashikim si një horoskop të zakonshëm. Dëgjoje si një hartë që mund të të ndihmojë të kuptosh se ku po të çon ky muaj. Sepse kur korriku të përfundoj, shumë njerëz do ta kuptojnë se asgjë nuk mbeti si më parë. Dashi. Një shigjet nuk pyet sa e fortë është era përpara se të niset drejt objektivit dhe korriku të fton të mendosh pikërisht në këtë mënyrë. Do të jetë një muaj ku vendosmëria do të vlejë më shumë se çdo plan i përsosur. Në punë mund të shfaqet një përgjegjësi që në fillim duket e rëndë, por që më vonë hap një derë drejt rritjes profesionale. Financat kërkojnë zgjuarsi dhe vetkontroll, sepse një zgjedhje e bërë me maturim mund të sjellë përfitime më të mëdha nga sa e imagjinon. Në dashuri, zemra do të kërkojë më shumë sinqeritet dhe më pak premtime boshe. Nëse je vetëm, një njohje e papritur mund të ndryshojë mënyrën si e shet të ardhmen. Nëse je në një lidhje, komunikimi do të bëhet çelësi që afron ose largon. Shëndeti përmirësohet kur i kushton më shumë rëndësi pushimit dhe ritmit të jetës. Fati do të shfaqet në momente që nuk i ke planifikuar. Sa më pak të përpiqesh të kontrollosh gjithçka, aq më shumë do të kuptosh se disa nga gjërat më të mira po vijnë vetë drejt teje. Demi. Një lum nuk nxiton kurrë për të arritur në det dhe megjithatë arrin gjithmonë atje. Korriku të kujton se ritmi yt është forca jote më e madhe. Muaji sjell mundësi për të ndërtuar diçka më të qëndrueshme, sidomos në fushën profesionale, ku një projekt ose një bashkëpunim mund të marrë drejtimin që ke pritur prej kohësh. Në financa pritet më shumë stabilitet, por edhe nevoja për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, emocionet bëhen më të qarta. Dikush mund të tregojë ndjenja që i ka mbajtur të fshehura, ndërsa lidhjet ekzistuese mund të forcohen përmes besimit dhe mirëkuptimit. Në familje mund të marrë fund një paqartësi që ka zgjatur prej kohësh. Shëndeti përfiton nga një rutinë më e rregullt dhe nga kujdesi ndaj lodhjes së grumbulluar. Fati nuk do të vijë me shurmë, por përmes mundësive të vogla që shumica nuk do t'i vënë re. Në fund të muajit mund të kuptosh se pikërisht durimi yt ishte arsyeja pse gjërat morën drejtimin e duhur. Binjakët. Një dritare e hapur mund të ndryshojë të gjithë ajrin e një shtëpie dhe korriku mund të bëjë të njëjtën gjë me jetën tënde. Ky është një muaj ku informacionet, takimet dhe bisedat do të kenë më shumë peshë se sa veprimet impulsive. Në punë mund të vijë një propozim që ndryshon planet e tua, ndërsa një bashkëpunim i ri mund të hapë mundësi që nuk i kishe menduar. Financat kërkojnë kujdes në gjysmën e parë të muajit, por më pas krijohen kushte më të favorshme për stabilitet. Në dashuri, zemra mund të surprizohet nga një rikthim ose nga një njohje që lind në momentin më të papritur. Ata që janë në një lidhje do të kenë mundësi të sqarojnë tema që kanë mbetur pezull. Shëndeti kërkon më shumë ekuilibër mes angazhimeve dhe pushimit. Fati do të lidhet me aftësinë tënde për të qenë në vendin e duhur në momentin e duhur. Mos e nënvlerëso asnjë takim, sepse një prej tyre mund të ndryshojë shumë më tepër se sa mendon. Gaforja. Një breg nuk e ndalon detin, por i jep formë çdo vale që mbërrin tek ai. Korriku do të kujtojë se forca jote nuk qëndron tek rezistenca, por tek mënyra si përshtatesh me atë që sjell jeta. Në punë mund të marrësh një përgjegjësi që të nxjerr nga rutina dhe të afron me një mundësi më të madhe. Financat kërkojnë zgjedhje të mençura, sepse mesi i muajit mund të sjellë një shpenzim të papritur, por edhe një mundësi për ta kompensuar shpejt.
Në dashuri, emocionet bëhen më të thella dhe fjalët marrin më shumë peshë. Nëse je vetëm, mirënjohje mund të lindë aty ku nuk e pret. Nëse je në një lidhje, do të kuptosh sa e rëndësishme është të flasësh hapur. Shëndeti përmirësohet kur i jep më shumë kohë pushimit dhe qetësisë mendore. Fati do të shoqërojë në vendimet që merr me zemër të pastër dhe jo nga frika. Në fund të korrikut do të ndjesh se ke lënë pas një barë që të ka penguar prej shumë kohësh dhe do të ecësh më i lirë. Luani. Një diell nuk kërkon leje për të ndriçuar dhe korriku do të kujtojë se nuk ke pse të fshehesh aftësitë tua për t'i bërë të tjerë të ndihen rehat. Ky muaj të vendos në qendër të ngjarjeve dhe shumë sy do të drejtohen nga vendimet që merr. Në punë, një mundësi për rritje ose një rol më i rëndësishëm mund të shfaqet pa pritur. Financat japin shenja përmirësimi, sidomos nëse shmang vendimet impulsive gjatë javës së parë. Në dashuri, emocionet bëhen më të sinqerta dhe dikush mund të surprizojë me një deklaratë ose veprim që nuk e prisje. Ata që janë në një lidhje mund të hedhin një hap të rëndësishëm për të ardhmen. Shëndeti kërkon më shumë kujdes ndaj lodhjes fizike dhe mungesës së gjumit. Fati do të lidhet me guximin për të pranuar sfida të reja dhe për të mos refuzuar mundësi vetëm sepse duken të vështira. Korriku mbyllet me një ndjenjë krenarie dhe me bindjen se ke fituar më shumë se sa kishe planifikuar. Virgjëresha. Një mjeshtër nuk ndërton një vepër të madhe me nxitim dhe korriku do të shpërblej pikërisht durimin dhe përpikmërinë tënde. Shumë gjëra që ke mbjellë gjatë muajve të fundit do të fillojnë të japin shenja konkrete. Në punë mund të marrësh një vlerësim ose një mundësi që të rrit besimin tek vetja dhe tek rruga që ke zgjedhur. Financat do të kërkojnë organizim, por në këmbim mund të sjellin stabilitet më të madh nga sa ke pasur kohët e fundit. Në dashuri do të kuptosh se ndjenjat e vërteta nuk kanë nevojë për shumë fjalë. Një takim i papritur ose një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë atmosferën e gjithë muajit. Ata që janë në një lidhje do të ndjejnë më shumë afërsi dhe mirëkuptim. Shëndeti përmirësohet nëse i kushton rëndësi ritmit të përditshëm dhe shmang stresin e tepërt. Fati do të shfaqet në momente të vogla, por vendimtare. Në fund të muajit do të kuptosh se përparimi yt ka qenë shumë më i madh nga sa kishe vënë re. Peshorja. Një violin nuk krijon harmoni vetëm nga tingujt, por nga mënyra si çdo notë gjen vendin e saj. Korriku do të mësojë se ekuilibri nuk arrihet duke kënaqur të gjithë, por duke respektuar atë që është e drejtë për ty në punë. Një bashkëpunim ose një ofertë mund të ndryshojë ritmin e javëve të ardhshme dhe të hapë mundësi që nuk i kishe marrë parasysh. Financat do të përmirësohen gradualisht, sidomos nëse shmang vendimet emocionale dhe mendon për afatin e gjatë. Në dashuri, zemra do të kërkojë qartësi. Nëse je vetëm, mirënjohje mund të lindë në një ambient krejt të zakonshëm. Nëse je në një lidhje, besimi do të forcohet përmes një bisede që ka munguar prej kohësh. Shëndeti përfiton nga më shumë lëvizje dhe nga ulja e stresit të përditshëm. Fati do të favorizojë në takime, udhëtime dhe vendime që lidhen me të ardhmen. Në fund të korrikut do të kuptosh se zgjedhja më e mirë ishte ajo që të dha paqe dhe jo ajo që të premtonte më shumë. Akrepi. Një vulkan duket i qetë për një kohë të gjatë, por brenda tij gjithçka është në lëvizje. Edhe korriku do të ketë këtë energji për ty nga jashtë, mund të duket sikur gjërat po ecin ngadalë, ndërsa në të vërtetë po përgatitet një ndryshim i rëndësishëm. Në punë, intuita do të ndihmojë të dallosh një mundësi që shumica nuk do ta shohin. Financat mund të sjellin një përmirësim të papritur në gjysmën e dytë të muajit, nëse vepron me kujdes dhe nuk nxitohesh. Në dashuri, emocionet bëhen më të forta dhe një e vërtetë mund të dalë më në fund në dritë. Ata që janë vetëm mund të takojnë një person që ndryshon mënyrën si e shohin të ardhmen. Shëndeti kërkon më shumë kujdes ndaj lodhjes mendore dhe ritmit të ngarkuar. Fati do të lidhet me vendimet që merr pa u ndikuar nga presioni i të tjerëve. Kur korriku të mbyllet, do të kuptosh se ndryshimi më i madh nuk ndodhi rreth teje, por brenda vetes. Shigjetari. Një horizont i ri nuk shfaqet sepse bota ndryshon, por sepse ti vendos të ecësh edhe një hap më tej.
Korriku do të jetë muaji ku guximi dhe kurioziteti do të hapin dyrë që kanë qëndruar të mbyllura për një kohë të gjatë. Në punë, një projekt, një udhëtim ose një bashkëpunim mund të sjellë zhvillime që ndikojnë edhe në muajt e ardhshëm. Financat do të kërkojnë kujdes në fillim, por fundi i muajit premton më shumë stabilitet dhe mundësi të reja. Në dashuri, energjia bëhet më dinamike. Nëse je vetëm, një njohje mund të lindë krejt papritur. Nëse je në një lidhje, do të ndjesh nevojën për të ndërtuar plane më të mëdha së bashku. Shëndeti përmirësohet kur I jep trupit më shumë lëvizje dhe mendjes më shumë qetësi. Fati do të shfaqet gjatë udhëtimeve, takimeve dhe vendimeve spontane. Në fund të korrikut do të ndjesh se je shumë më pranë ëndrave të tua se sa ishe në fillim të muajit. Britsjapi. Një mal nuk bëhet I lartë brenda një dite, por nga mira shtresa që ndërtohen me kalimin e kohës. Korriku do të tregoj se edhe përpjekjet që nuk janë vënë re deri tani kanë krijuar një bazë shumë më të fortë nga sa e ke imagjinuar. Në punë, një mundësi për rritje, një detyrë e re ose një bashkëpunim serioz mund të ndryshojë drejtimin e karrierës. Financat hyjnë në një fazë më të qëndrueshme, sidomos nëse vazhdon të tregohesh I kujdesshëm me shpenzimet dhe investimet. Në dashuri, zemra do të kërkojë siguri dhe sinqeritet. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të kthehet shpejt në diçka me perspektivë. Nëse je në një lidhje, do të forcohet besimi dhe planet për të ardhmen. Shëndeti përfiton nga më shumë pushim dhe një ritëm më I rregullt jetese. Fati do të shfaqet përmes njerëzve me përvojë që do të japin këshilla të vlefshme. Në fund të korrikut do të shohësh se durimi yt nuk ishte provë, por përgatitje për një etapë shumë më të rëndësishme. Ujori. Një erë e re nuk pyet nëse je gati, ajo thjesht ndryshon drejtimin e reve. Korriku do të jetë muaji ku idetë e tua do të fitojnë më shumë vlerë se zakonisht dhe kreativiteti do të hapë mundësi që nuk I kishe parashikuar. Në punë, një projekt I ri, një ndryshim pozicioni ose një bashkëpunim mund të vendosë në një rrugë shumë më premtuese. Financat kërkojnë zgjuarsi, por shpërblimi mund të vijë nga një burim që nuk e kishe marrë në konsiderat. Në dashuri, emocionet bëhen më spontane dhe një njohje e papritur mund të ndryshojë ritmin e muajit. Ata që janë në një lidhje do të gjejnë më shumë mirëkuptim përmes komunikimit të hapur. Shëndeti përmirësohet kur I kushton më shumë rëndësi ekuilibrit mes punës dhe pushimit. Fati do të lidhet me guximin për të provuar rrugë të reja dhe për të mos u kthyer tek zakonet që të kanë mbajtur në vend. Korriku mbyllet me ndjesinë se horizonti yt është bërë shumë më I gjerë. Peshqit. Një oqean nuk e humbet kurrë thellësinë e tij, edhe kur sipërfaqja duket krejt e qetë. Korriku do të ndihmojë të kuptosh se forca jote më e madhe nuk është ajo që shohin të tjerët, por ajo që ke ndërtuar brenda vetes. Në punë, mund të marrësh një mundësi që të lejon të tregosh talentin në një mënyrë të re dhe të fitosh më shumë vlerësim. Financat do të kërkojnë maturi gjatë javëve të para, por fundi I muajit sjell më shumë stabilitet dhe besim. Në dashuri, zemra do të jetë më e hapur ndaj emocioneve të sinqerta. Nëse je vetëm, dikush mund të hyjë në jetën tënde në mënyrë krejt të papritur. Nëse je në një lidhje, afërsia dhe mirëkuptimi do të forcohen. Shëndeti përmirësohet kur I kushton rëndësi qetësisë mendore dhe pushimit. Fati do të shfaqet në momente që duken të zakonshme, por do të lënë pasoja pozitive afatgjata. Kur korriku të përfundojë, do ta ndjesh se ke hyrë në një fazë krejt të re të jetës. Nëse ky parashikim të ndihmoi të kuptosh më mirë energjinë që sjell korriku, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën korriku nëse je gati ta jetosh këtë muaj me besim, vendosmëri dhe energji pozitive. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj subscribe në kanalin Zëri I Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që dëshiron të di çfarë e pret gjatë muajit korrik.